Mirë, kemi ndjerë kështu një material shumë interesant sa i përket të ushqyerjes së shëndetshëm. Tashmë kemi mbritur në temën e parë që do diskutojmë për ditën e sotme. Kemi bërë një parantezë vetëm para pak minutash për të rikthehemi edhe një herë prezantimit të saj, duke qenë se është e domosdoshme për t'u prezantuar në fakt me ato gjëra që ne kemi dëshirë të evidentojmë. Dhe kur vjen puna tek arrëdimi i brendshëm, okej, nuk të shikon dikush. Por një shprehje e bukur thotë që nga avllia duket shtëpia. Dhe gjithmonë më shumë ne kemi filluar të bëhemi le të themi të fiksuar me detaje duke arroduar ato më së miri, secili sipas stilit që pëlqen apo që stilit që përfaqëson apo mënyrës së arkitekturës së godinës. Për këto dhe të tjera detaje do të kemi mundësi të diskutojmë ditën e sotme dhe kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes Silvi Jano, lektor i arkitekturës së peizazhit. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. E tha mirë Flori që është ajo shpreha e urtë popullore nga avllia duket shtëpia. Në fakt, në 2025 kemi arritur ne që të japim rëndësi avllisë, balkoneve, pamjeve të jashtme të shtëpisë, apo kemi mbetur vetëm në kushtet e asaj të brendshme? Në fakt, unë do ta nisja me faktin që do thënë që ne jemi me fat, që mesdheu ka këtë klim që kemi këtë lloj ndriçimi që kemi, edhe në lejon të kemi thuajse çdo lloj bime të mundshme në çdo sezon të vitit. Kështu që kjo është faza e parë. Me sa i përket kulturës në Shqipëri, jam më se dakord me ju të dy. Ende, sot e kësaj dite përmet ju për shembull gëzon konkurse ose mini konkurse të vogla mes verandave dhe oborëve që kanë, pra kush është obori më i mirë organizuar. Kështu që nga aspekti i kulturës dhe i të krijuarit të këtyre vazove të mirëmbajtjes së gjelbërimit, ne kemi pas një kulturë goxha të hershme. Mirë, po kur vjen puna tek arkitektura dhe tek arredimi i ambienteve të jashtme, pa diskutim që Shqipëria ka pasur një historik të mirë, nëse i referohemi shtëpive që ju thatë, Korça gjithashtu, Shkodra, Gjirokastra, por pati një ndërtim masiv për shumë vite me radhë, ku njerëzit nuk panë më as stil, as ngjyra, dhe kam përshtypjen edhe u prish pak struktura e atyre gjërave që ne ndoshta edhe nga dëshira për të ndërtuar sa më shpejt. Dhe kuptuam që kishim thjesht sa shtëpi 3 kaçe, 2 kaçe, shumica e kohës karabina, me ca oborre pafundësisht me porta hekuri, pra na u prish ky lloj stili. Ama e sakt, po nëse do ndalonim tek periudha e pandemisë, ajo u vure që po të ngrije kokët lart, bimësia dhe gjelbërimi shtohet çdo ditë më shumë. Kjo tregon në një farë mënyrë rëndësinë që ne si qenie njerëzore kishim për të pasur gjelbërimin në verandë. Thënë këtë, rekomandimi normalisht i parë që do jepja është gjithmonë kontaktoni një profesionist, arkitektur peizazhi. Universiteti Bujqësor i Tiranës prodhon arkitekt peizazhi tashmë, fatmirësisht pjesa më e madhe janë të mirë konsoliduar në treg, kështu që cili do që do të arredojë ambientet e jashtme, sepse në fund të ditës ambienti i jashtëm është thuajse njësoj si dhomë shtesë jashtë shtëpisë që ne kemi. Kështu që do të trajtuar si e tillë. Në pamundësi për këtë, gjëja e parë do të thosha është mbahuni nga entuziazmi të tipit, mos merrni portofolin dhe shkoni bëni blerjen e parë të lules që shihni ose ajo që ju tërheq më shumë, po planifikoni, vëzhgoni, shihni verandën, shihni periudhat e ndriçimit, pra cilat ato pjesë të verandës ose balkonit tuaj ose dhe oborit tuaj kanë më shumë diell, kanë më shumë hije. Ato zona ku ti do të qëndrosh më së miri, qoftë vetë privatisht, po ndoshta edhe për të shmangur vëzhgimin e komshisë, sado që t'ju hecë muhabeti me komshin. Pra, unë do thosha projektimi, faza e projektimit, dhe këtë mund të ta bëj cili do. Pra, në një lapse, në një letër, ti vetëm evidenton hapësirat, se ku ka më shumë djellëzim, ku ka më pak djellëzim, ku do të vendosësh atë stolin, atë tavolinën ku të rish, të qetësohesh, të pish kafen e mëngjesit. Kështu që unë mendoj që planifikimi është gjëja e parë dhe më pas të kapërcejmë për të bler bimët. Pra, Silvi, po thua ndër të tjera që ajo çfarë është e rëndësishme kryesisht, pra, para se ne të shkojmë në zbetueshmërinë e rregullimit të kopshtit ose të borrit ose të verandës, është estetika dhe komoditeti jonë. Dhe pastaj pjesa tjetër anësore. Po ka një teknikë specifike se mund mos jenë hapësirat, se ne tani përfytyrojmë shumë, mund kemi hapësira shumë ndaja. Po mund të jetë një balkon shumë i vogël. Si mund të përdorim teknikën për këtë? Shumë e drejtë. Pra, ideja është që pikë së pari normalisht duhet kuptosh vendin, pavarësisht madhësisë. Së dyti, mendoj që sa herë që kompozojmë, ose projektojmë, ose vetë projektojmë, duhet të ndajmë 2 qasje, ose 2 momente. Momenti, ato që ne në arkitekturë peizazhi i quajmë hardscape, ose elementet e fortë, siç janë këto që përmenda pak më parë. Një ndriçues, një tavolinë ngrënie, një tavolinë ulse,
dhe pastaj kompozimi bimor duhet jetë gjithmonë i dyti, sepse më besoni që ka pafundësi bimësh që ti përshtatet çdo lloj kërkese që ju keni. Disa mundet janë apasionant ndaj kuzhinës, kështu që një kënd me ato erëzat e ndryshme është më se barbecue e vogël për të për ta vendosur dhe përdorur gjatë pozicionimit në verandë. Kështu që unë do thosha elementi i parë është normalisht elementet e fortë dhe pastaj kompozimi bimor. Një diçka tjetër që njerëzit mundohen dhe ndonjëherë i mbingarkojnë verandat e veta është kur zgjedhin vazo të vogla. Pra kompozimi me vazo të vogla në ambiente të vogla, siç janë verandat e balkonet, zakonisht e mbingarkon. Kështu që rekomandimi i parë do ishte që zgjidh vazon më të madhe të mundshme dhe brenda asaj vazoje ti mundet të kompozosh bimësi të ndryshme, të cilat kërkojnë të njëjtat kushte për tu rritur. Kështu që ky do ishte rekomandimi i parë. Po kur vjen puna tek stili, padyshim që një vil, morëm rastin e balkonit, por një vil për shembull mund të ketë një arkitekturë interesante. Kur vjen puna tek stili që kjo vil përfaqëson, ka mundësi Shqipëria për shembull që të bësh një stil si në Bali, pra mund të mbjellësh për shembull të njëjtën bimësi që ti përafrohet këtyre lloj stileve? Tani, në ditët e sotme të jemi sinqert, çdo gjë është e mundur. Por varet nga xhepi dhe varet se sa do të shpenzosh ti. Pra, nëse do ishe një lloj kompozimi me bim mediterane të mesdheut, më së miri përshtaten në ambientet e Shqipërisë. Nuk ka asnjë lloj problemi që të rriten e të shtojnë në verandat tona. Nëse je pasaj te këto stilet egzotike, siç është Amazona, e këto bim që nuk e tolerojnë dot dimrin, normalisht duan mbulesa dhe një nga mbulesat është ose do krijoni një lloj sere xhami, që këto të jenë të mbyllura dhe ju mundet të shijoni për të vajtur. Por që ka kosto shumë. Por që kostoja është gjithmonë më e lartë. Me sa i përket gustos, unë prapsërisht do thosha që të stepeshim pak për mos të nxituar me vra për të bler ato bimet e para që na tërheqin ose e bukur kjo e verdha po e marr po e blej. Do thosha që vetëm të stepeshim pak, të bënim një kërkim shumë të thjeshtë se çfarë stilesh kopshti ka ose kompozimi bimor ka dhe ajo që ju tërheq juve më shumë, qëndroni tek ajo, pra që mos t'u hapërdar edhe mos të bërë blerje të nxituara. Tani unë e them këtë, po jam i pari që zakonisht Kështu që po mendoj se është edhe çështje pasioni pastaj. Po, për pos pasionit edhe mundësisë financiare, patjetër, por duhet të kuptojmë pak çfarë janë stilet më të kërkuara të momentit. Aktualisht, për jashtë po flasim apo për brenda? Për jashtë, ja. E momentit, aktualisht janë kompozimi me barërat e egër. Është kjo tendenca tani për të përfshirë, përveç se ngjyrave që mendoj se gjithmonë do qëndrojnë aty, se pjesa më e madhe e atyre që merren me bimësinë e kopshtet, i duan ngjyrat. Kurse kompozimi me barë për të fituar teksturat të ndryshme, për të fituar këto ndryshimet sezonale, mendoj se është qasje dizajni e momentit. Dhe gjithmonë janë edhe ata individë të cilët e pëlqejnë gjelbërimin, duan gjethen, duan teksturën e ngjyrave, por nuk i duan ngjyrat e forta. Dhe absolutisht mundet të shkojnë për ato lloj kompozimesh, të cilat rriten në hije, duan më pak kujdes dhe nuk kanë atë lulëzimin ose ngjyrat e forta që kanë kopshtet tipike. Tani, ne në fakt, kur marrim kur blejmë një shtëpi, ose duam të bëjmë një makeover, ose bëjmë disa rregullime, thonë që pjesa edhe ashtu ka rezultuar, në fakt, pjesa më e kushtueshme është tualeti apo kuzhina. Ku vjen puna tek veranda, në një apartament që duam, le të themi kemi balkon deri diku të bollshëm. Ku vjen puna tek kostot, le të themi hyn tek pjesët e shtrenjta, a rredimi i kësaj pjesës jashtme, apo mbetet domethënë një hapësirë që me pak lek mund edhe të rregullohesh? Sërish, unë do thosha, hapi i parë është gjithmonë brenda mundësive të kontaktonit një nga këta profesionist. Si që përmenda, arkitektët e pejsazhit e bëjnë më së miri këtë që edhe në verandat të vogla. Dhe mos harojmë që ndonjëherë hapësirat e vogla kanë tendencën që janë më të vështira në kompozim, se sa ato të mëdha. Sepse kemi gjithmonë tendencën për të vënë sa më shumë në një hapësirë të vogël duke e mbingarkuar atë. Dhe me sa i përket kostove, normalisht ai hyn në pjesë të profesionit më vonë ose pasionit më vonë dhe çdo lloj shpenzimi do të duket sikur ja ka vlerë, sepse nëse nuk të mbush shpirtërisht, kështu që më pëlqen sugjerimi që bën, qesha një moment jo për të mos e dhënë rëndësi arkitektit të pejsazhit, por duhet kemi parasysh që edhe në këtë bisedë që jemi i drejtohemi dhe një masë të popullsisë, e cila mund të ketë ardhura mesatare në mos edhe shumë të ulta, një shtres tjetër që mund të jetë e varfër, por kjo nuk e
nuk e kondicionon atë, nuk e kushtëzon atë të mos fantazoje dhe të mos krijojë një kopësht, një kopësht apo një verandë të këndshme. Të ndryshe, jo të gjithë mund të kenë mundësin për të marrë një arkitekt të jashtëm dhe një arkitekt të brendshëm. Se gjithë shka u bë me arkitekta, ka një kosto. Esakt. Por ka disa sugjerime të paktën. Absolutisht po. Esakt, por mos të harrojmë, por t'i kthehemi diskutimit të mëparshëm të nxituarit, ajo vlerë që ti do bëje bimët e gabuara do të kushtonte sa projektimi që do merrje gati nga arkitekti dhe vlerësimi do të shlyhej në kohë. Thënë kjo, absolutisht mendoj që veranda dhe në fund të ditësh kompozimi i bimësive, gjelbërimi e kopshti është shumë individual. Pra, ndoshta në fund të ditës ty të pëlqen blu, unë dua jeshilen. Dhe gjithmonë është ajo gustua individuale. Është njësoj si në shtëpi, pra ti do blesh atë tapetin që ke dëshirë dhe në të njëjtën gjë do vendosësh edhe me kopshin. Do blesh atë bim që ke që të tërheqësh ti më shumë. Do të bëj një pyetje që besoj do shuash kurreshtjen e qindra mijëra zonjave që janë duke na ndjekur në këto momente, edhe një kurreshtjen time personale, po edhe të time shoqeje. Si ka mundësi kur ti shkon në një dyqan lulesh, do blesh lule? Është e çelur, e bukur, e lulzuar. Sa e qonë në shtëpi, e mbollën vazo, për 2 ditë e ke të tharë. Sakt. Çfarë ndodh me lule? Ky është ajo blerja e nxituar që po them. Apo i bie që të gjitha i kemi nxituar a lulet. Kjo është ose mos e ndro vazon Flori, merre gati nga dyqani. Vazo kaq. Megjithatë, nëse po flet për bim për brenda, zakonisht është ende ndryshimi. Kurse për bimët për jashtë është kjo që thash, pra te dyqani luleve ne i shohim të kompozuar, i shohim ngjyrat ka një lloj harmonie me njëra tjetrën. Po ajo çka ndodhet nga momenti që ti je shkëput këtë bim nga grupi dhe pozicionon në një ambient, në klim tjetër, normalisht ka një lloj nevoje për kompozim tjetër. Ndërsa me sa i përket kushteve, gjithmonë duhet të informohemi paraprakisht. Se siç e thash, të kap syri, po mendja pastaj nuk e kërkon më vonë. Nevojat që ajo bim ka. Një herë në javë, për shembull, ta vadisësh. Por për ditët e një duhet sa grad, në që temperatura, kur duhet të dalin në rrezën e diellit. Domethënë gjithë gabimin që ke bërë Flori është që e ke shkëputur nga tufa, duhet të kishe marrë gjitha bazat. Jo vetëm tek kompozimi, po edhe tek nevoja që ajo bim ka. Zakonisht bim të ndryshme ka nevoja për ujë të ndryshme. Pra ti nuk mund të kesh një levando dhe të kesh një lulebore, le të themi, në të njëjtin ambient. Lulebore kërkon sasi të mëdha ujë, levando kërkon thatësirë. Kështu që mirë është që të pyetet dhe mirë është që të kuptojmë edhe ambientin, sa ndriçim kemi, sa diellëzim kemi dhe sa sipërfaqe është hijezuar. Një sër kushte që duhet të piqen dhe në bazë të këtyre kushteve që ne kemi në verandë, në balkon, ne mund të bëjmë blerjet për ato bimë specifike. Çfarë sugjeron specifikisht ti Silvi? Lulet që i rezistojnë çdo lloj harrese, neglizhence tonën. Neglizhence. Se mund të qëllojshë edhe... Nëse nuk e ujit kur, nuk ka në Jo, kur, se ujit e njërë në jave, ujit e njërë në 10 ditë për shembull, ose... Pra, kjo, po, pikë së pari kjo është shumë e rëndësishme. Pra, pikë së pari, bima është diçka e gjallë. Pra, do haruar ideja që po blejmë bimën dhe ta krahasojmë me një pikturë. Pra, nuk e vendos dot në mur dhe ta harrosh. Njësoj dhe bimën nuk e vendos dot në tokë dhe ta harrosh. Kështu që një farë kujdesje çdo lloj kopshti, çdo lloj bime e do. Kujdesje minimale në përgjithësi janë ato bimët sukulentet për shembull, që janë bimë kanë gjethen si mishtore, mbajnë sasi më të mëdha ujë në vetvete dhe kërkojnë më pak kujdes dhe nevojë. Por nuk kanë atë ngjyrimin e fortë që mundet të ketë trëndafili që do sasi më të larta ujë. Këto janë pak a shumë që mundet të përshtaten më së miri. Mund ta mbjellësh me shkurrë, me fort. Aloe vera. Aloe vera është gjetur zgjidhjen, kam vetëm aloe vera. Është një nga këto bimë. Edhe për më tepër që i përdorim për këto trajtime. Megjithatë, për ta thyer në kompozim, edhe barrat së bashku me këto bimë qëndrojnë shumë mirë dhe krijojnë atë atmosferën e fushave në natyrë. Faleminderit shumë Silvi që ishe. Faleminderit juve. Faleminderit shumë të vlefshme të gjitha këshillat që na dhësat. Kujdesuni për ambientet tuaja të jashtme njësoj si ato të brendshme. Por më tepër kur flasim për bimësim, pastaj duhet të shijoni, të jeni afër natyrës. Shkojmë në reklama, kthehemi me përditësimin e lajmeve nga Mario, e informacioneve të temperaturave të motit nga Klaudia, e ritakohemi në temën e radhës bashkë.